شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e panumërta i takojnë Zotit gjithësisë. Paqja lavdërimi i Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një i vetëm i pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i zgjedhur i Tij për mbar njerëzimin. Allahu subhanahu wa taala i bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksoheni Zotit sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbje që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, sa herë që njeriu besimtari apo besimtarja e lexon Kur'anin Kerim, shpeshherë do të gjejë në të ajete kuranore që flasin për ushtritë e Zotit xhelle xhelalu, për eksperiencat e popujve dhe se si Zoti subhanahu wa taala e ka lidhur aq bukur atë që quhet natyrën njerëzore me natyrën që e rrethon. Ato që ne i themi fenomene natyrore në shkencë, Allahu i quan Kur'anin Kerim prej ushtrive të Tij. Prandaj besimtari kur e lexon Kur'anin Kerim duhet shikoj pse ka ardhur ky ajet, au sebebun nuzul, shkaku i zbritjes së ajetit. Cila është arsyeja që Allahu xhelle xhelalu e ka zbritur këtë ajet? Cila është arsyeja që Zoti ushtritë e Tij i ka përdorur në ndihmë të njerëzimit, po ndonjëherë edhe shpeshherë në ndëshkim të njerëzimit? Kjo që neve të kuptojmë se ka fuqi njerëzore, ka ushtri njerëzore, po ka dhe fuqi hyjnore e cila nuk mund të mposhtet dhe nuk e mposht dot atë askush. Prandaj Zoti thotë në Kur'anin Kerim: Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. E madhërojnë Zotin çka mes qiellit dhe tokës. Në ajetin tjetër thotë lillahi mulku samawati wal ard. Allahut i takon pushteti i qiellit dhe i tokës. Në ajetin tjetër wasakhara lakum ma fis samawati wal ard. Dhe ai nënshtroi për ju njerëz çka mes qiellit dhe tokës, çka do thotë që fuqia absolute i takon vetëm Zotit subhanahu wa taala. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima." Allahut i takon ushtria e qiellit dhe tokës dhe ai është i plot fuqishëm i urti. Prandaj në ajetin tjetër thotë: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dhe askush nuk i njeh, nuk e di se sa është numri ushtrive të Allahut, sa është numri me lajkeve të Allahut, sa është numri krijesave të Allahut, sa është numri yjeve që ne i lexojmë apo i shikojmë çdo natë, sa është numri krijesave në thellësinë e detit apo mbi tokë. Allahu azza wa jall e di numrin e tyre dhe ushtrive të Tij. Prandaj Allahu thot: "Walillahi junudu samawati wal ard." Të Zotit janë ushtritë e qiellit dhe tokës dhe gjithçka i nënshtrohet atij, dhe nga ushtritë e Zotit janë me lajket e Allahut azza wa jall. Pra me lajket e Allahut që Zoti i ka zbritur si rahmet dhe mëshirë për besimtarët që i mbrojnë ata, por dhe që luftojnë për krah tyre. Madje ato janë krijesat e Allahut që kurrë nuk e thyen urdhrin e Zotit subhanahu wa taala, siç thot Zoti në Kur'anin Kerim: "La yasuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Pra me lajket kurrë nuk e kundërshtojnë Zotin e tyre për çdo gjë që ai urdhëron dhe bëjnë atë që ata pra janë ngarkuar. Kështu, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me lajket e krijuar nga drita, por ato vinë dhe si ushtritë e Allahut azza wa jall për krahet besimtarëve dhe për mbysje dhe shkatrillën e zullumqtarëve. Prandaj thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Idh tastaghithuna rabbakum lakum idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin." Pra në një nga betejat
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Qurayshët, si thot Zoti në Kur'anin Kerim, dhe kur ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, dhe ju përgjigj dhe tha, unë do t'ju ndihmoj me 1000 melajke që vinë një pas një, ose një pas njësh me grupe njëri mas tjetrit. Prandaj dhe Ibn Abasi në tefsirin e këtij ajeti thot, melajket morën pjesë në luftën e Bedrit dhe luftuan bashkë me besimtarët. Pra, jo çdo gjë që neve nuk e shohim nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Thot Imam Ibn Taymija rahimahullahu taala, ndihma e Allahut mund të vijë ndërmjet shkaqeve që ai dëshiron. Dhe melajket janë prej shkaqeve më të mëdha me të cilat Allahu ndihmon robët e tij, pra besimtarët. Prandaj dhe Zoti në ajetin tjetër thot, farsalna alejhim rihan, më falni, ushtria e dytë e Zotit është era. Era që fryn që ti e ndjen si fllak. Mund të vi bereqet, rahmet për Zotin, po mund të vi dhe si fortuna apo uragan që përmbys gjithçka. Prandaj dhe Zoti thot në Kur'anin Kerim, fa arsalna alejhim rihan sarsaran fi ayamin nasihatin. Pra, dhe ne dërguam mbi ta një erë të fortë dhe të furishme gjatë ditëve të fatkeqësive. Kështu që Allahu e ndëshkoi popullin e Adit pikërisht me erë dhe furtunë që përmbysi çdo gjë. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që mos t'jen gabimet apo gjunahet tona që ato të përsëritën në kohën tonë. Thot Zoti në Kur'anin Kerim, sakharaha alejhim 7 layalin wa 8 ayamin husuma. Është ai që nënshtroi atë erë për 7 ditë dhe 8 net radhësi pra për të shkatruar ata. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që e shinte erën që frynte fort, çfarë thoshte? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma fiha. O Allah, të kërkoj të mirën e saj erës, dhe të mirën me cilën ajo përmban dhe të mirën me cilën ajo është dërguar. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Dhe kërkoj mbrojtje të ty o Zot për të keqes saj dhe për të keqes që ajo përmban dhe për të keqes që ajo është dërguar, sepse ajo mund vijë dhe sjell shi dhe bashkon rret, por mund vijë dhe si përmbytje dhe si uragan që trazon çdo gjë përreth nesh. Prandaj lutim Allahun azza wa jall të na ruaj nga zemrimi i tij. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu thot, era është prej mëshirës Allahut, por ajo mund të jetë edhe dënim kur Allahu e urdhëron. Kështu që thot Ibn Kathiri, thot për historinë dhe popullit të Adit, kjo është dëshmi se krijesat më të dobta që në dukje, siç janë era, mund të bëhen ushtri shkatërruese nëse Allahu i urdhëron ato. Prandaj tjetër nga ushtritë e Zotit është al-matar, shiu. Është përmendur me disa forma në Kur'anin Kerim, si ujë. Al-matar, që ka dy kuptime, mund të vijë si ndëshkim, po të dhe si rahmet, wal ghaith, që vjen e vetëm si mëshirë prej Zotit subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në Kur'anin Kerim, huwa alladhi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid. Ai është i cili zbret shiun pasi kanë humbur shpresën njerëzit, dhe kupton kur njerëzit kanë nevojë thatësirë, thahen bimët, njerëzit thahet toka, gjallësat vuajnë, njerëzit vuajnë. Atëherë Allahu azza wa jall do t'i tregojë njeriu se sa i dobët je, nëse ai nuk e zbret shiun prej qiellit dhe i tha burimet prej tokës. A nuk thot Zoti në Kur'anin Kerim, dhe nëse ne u ndalojmë juve shiun nga qielli, kush ju sjell juve atë? Dhe nëse ne u thojmë burimet nga toka, kush e bëjnë ato që të burojnë edhe një herë? Thoni pra vetëm Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj Allahu thot në Kur'anin Kerim, wa nazalna minas samai ma'an mubarakan fa'anbatna fihi jannatin wa habbin hasid. Pra është ai i cili neve e kemi zbritur thot nga qielli ujë të begat, të bereqetshëm, dhe kemi bërë që të mbijnë kopshte dhe dritha për korrja për ju. Pra njerëzit përfitojnë. Dhe ai është i cili e zbret shiun pasi e kanë humbur shpresën, thot Zoti, dhe përhap mëshirën e tij kudo. Ai është mbrojtësi dhe i lavdëruari. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vinte shi çfarë thoshte? Allahumma ij'alu sayyiban nafi'an. O Zot, bëje atë të dobishëm, të bereqetshëm, dhe kur vinin fortuna dhe uraganet, thoshte o Zot, përreth nesh në male dhe lugina dhe jo mbi ne. Sepse ato që ne i shohim sot si fenomene natyrore, sikur neve i komandojnë ato, i komandon dikush tjetër, nga momenti moment mund bien rahmet për neve dhe gjallorin tokën dhe njerëzimin, nga momenti moment mund kthehet ndëshkim dhe zemrimi i Allahut azza wa jall. Prandaj, siç thot pra një prej dietarëve, shiu është prej mëshirës së Allahut me cilin furnizon robët e tij. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, shiu është shenjë jetës së trupave, ndërsa shpallja është shenjë jetës së zemrave.
Kështu që ai I cili e dërgon shiu mbi tokë që të pinë kafshët, të mbinë gjallësat dhe bimët jetojnë, është po ai I cili e ka në dorë pra edhe thatësirën e tyre. Ushtria tjetër e Zotit, al-bahru, deti dhe uji. Pra, ne themi që zjarri e shkrin hekurin, por uji e shuan zjarrin. Uji e shuan zjarrin. Prandaj dhe uji dhe deti është ai që fundosi faraonin. Zoti Gjelle Gjelalu na jep shembull Kur'anin Kerim, fa aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dhe ne I fundosëm ata në det për shkak se I mohuan shenjat dhe argumentet tona dhe ishin të pakujdesshëm ndaj tyre. Prandaj Zoti thot: "Wa idh faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Dhe kur neve thot e ndam detin për ju dysh, ju shpëtuam dhe fundosëm faraonin dhe familjen e tij dhe parinë e tij dhe ju e shikonit me sytë tuaj. Pra, Allahu Gjelle Gjelalu e ka përdorur pra shkopin e Musait si sebeb që goditi pra detin. Madje e përdori lutin dhe duan e tij si shkak e qëndresës, kella innes meja rabbi sejahdin, kur pa mbrapa shpinës faraonin dhe përpara vetes detin, ata thanë neve tash mu shkatruan, kurse ai tha kella, kurse si me të vërtet me mua Zoti im dhe I do të mëdhzoj. Çka tregon që bindja e palëkundur dhe shkaqet që jemi urdhëruar për të bërë duhet bëhen që të fitojmë sukses, që të kemi sukses në jetën tonë dhe për ditëshmërinë tonë. Ashtu siç tham që uji mund të përdoret dhe si ndëshkim prej Allahut Azza wa Jall, siç tregon Zoti për popullin e Lutit, wa amtarna alehim mataran fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Dhe shikoj se si I sollëm atyre shi që vinte gur dhe llav për të parë juve pra për të pasur eksperiencë nga popujt e mëparshëm se si ne I ndëshkuam pra se si ndëshkuam zullumqarë dhe kriminale, thot Zoti në Kur'anin Kerim. Prandaj Omeri radiallahu ta'ala anhu thot: ne nuk mposhtemi nga mungesa e numrit apo fuqisë, por mposhtemi nga gjuna dhe mëkatet tona. Imam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala thot: kur zemrat lidhen me Zotin, shkaqet bën të vogla sepse Allahu zotruesi I çdo shkaku. Pra, I njëjti det që shpëtoi Musain dhe shkatroi faraonin është në dorën e Zotit subhanahu wa ta'ala. E pesta rrufet dhe bubullimat. Pra, ar-ra'du wal-barku. Allahu Azza wa Jall nëpërmjet tyre I tregon njerëzve fuqinë dhe madhështinë e Tij që çka mes qiellit dhe tokës e madhëron Zotin subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Ai dërgon rrufet dhe godet me të atë që ai do. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفيته. Bubullima e madhëron me falënderim Zotin subhanahu wa taala dhe me lajket e madhërojnë Zotin në Afrika ndaj tij. Thot Ibn Abbas radiallahu taala, bubullima është një melek për me lajket të Allahut që shkakton ata për treguar dobësinë e njerëzve dhe madhështinë e Zotit subhanahu wa taala. E sa prej njerëzve janë goditur prej saj, e sa prej pyjeve, qyteteve janë djegur prej saj, e sa prej popullve janë shkatruar prej saj. Këtë e kemi shembullin e qartë në Kur'anin Kerim. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifyih. Lavdi takon atij që bubullima e madhëron me falënderim dhe me lajket e tij e madhërojnë Zotin nga frika e tij. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, tregon se këto nga dukurit që njeriu I sheh si natyrore dhe të vogla, mos harroni se shumë prej tyre janë në adhurim ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Ushtria e 6, zjarri. Pra zjarri përdoret edhe për të ngrohur, por përdoret edhe për djegur dhe marr flak çdo gjë. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin Kerim: "Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Tregon për popullin e Ibrahimit alayhis salam, kur e lidhën atë dhe hodhën zjarr. Por çfarë thot Zoti në Kur'anin Kerim? "Fakulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ata than, digjeni atë dhe mbroni zotat tuaj nëse do bëni diçka. Kurse Zoti tha, neve tham o zjarr, bëu I ftohtë dhe shpërtim për Ibrahimin. Pra shikoni madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Zjarri që djeg u bë I qetë me urdhën e Zotit për të shpëtuar pejgamberin e tij Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për nxehtësinë, vapën dhe zjarrin ka thënë, ky zjarri juaj është vetëm një pjesë nga 70 pjesë e zjarrit xhehenemit. Çka do të thotë që ai nuk krahasohet me zjarrin e dynjas. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu,
çdo gjë në këtë botë është nën urdhrin e Allahut. Edhe zjarri nuk djeg vetëm me lejen e tij. Pra çdo fenomen natyror që ne shikojmë mund të jetë rahmet, por mund të kthehet në dëshkim prej Zotit xhella xhelaluhu. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, zjarri është krijesë e Allahut dhe krijesat nuk kanë fuqi të pavarur. Fuqia e tyre është vetëm ajo që jep Zoti xhella xhelaluhu. Prandaj mos u frikso krijesave, por friksoju krijuesit që ka në dorë çdo shkak. Nga ushtrit e Zotit është dhe toka, me cilën ne ecim, me cilën ne punojmë, jetojmë. Prandaj edhe ajo është nga ushtrit e Zotit subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'anin Kerim, "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha." Atë ditë ajo do të tregoj lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka urdhëruar në konceptin e tërmetit, thot idha zulzilatil ardu zilzalaha, dhe kur të tronditet toka me tronditjen e saj, ajo mund të jetë e qetë, por mund edhe të lëkundet me urdhrin e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo gjë do të dëshmojë dhe toka do të dëshmojë pa atë që është bërë mbi të dhe që është punuar mbi të. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu taala anhu, do të vi dita kur toka do të tregojë çdo vepër që është vepruar dhe është bërë mbi të. Thot Imam Ibn Kathiri, kjo është prej madhështisë Allahut azza wa jalla, i cili jep krijesave të tij aftësi që të flasin kur ai dëshiron, në kohën që ai dëshiron. Nga ushtritë e Zotit xhelle xhelalu janë dhe tërmetet, dhe siç përmendëm, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Atë ditë kur dridhet toka me dridhjen e saj dhe të nxjerrë toka çdo gjë që ka brenda saj, atëherë do të kujtohet njeriu, do thotë çfarë ka vallë kjo tokë që dridhet. Emër vëllezër, sepse e bën Zoti që dridhet. Pavarësisht se nga ana shkencore disa thonë lëvizje pllakave tektonike, kush e bën atë që të lëkundet? Kush e bën atë që të zgjasë ai sa do ai? Kush e bën atë që disa tërmetet janë të mëdha, disa janë të vogla, disa janë shkatërruese, disa janë trembje dhe edukim për njerëzit? Prandaj për çudi gjen ateist, komunist, fashist, besimtar, jo besimtar, kur tronditet toka me tërmetet e saj thon, o Zot më e dorën, o Zot më e dorën, o Zot më e dorën, sepse ata e dinë që atë nuk ka forcë, nuk ka hyjni, nuk ka superfuqi të ndaloj përveç fuqisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj lutim Allahun azza wa jall në i falë gjuna dhe gabimet. Lutim Allah në i falë gjuna dhe gabimet. Lutim Allah në i falë gjuna dhe gabimet. Lutim Allah në ruaj nga dëshkimi dhe zemrimi i tij dhe zbresim mbi ne rahmetin e tij. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam na ka mësuar duke na thënë, krijeni frikë Zotin kudo që t'jeni. Umeri radiallahu ta'ala anhu, sa herë që ndodhin tërmetën në Medinë, lutej dhe kujtonte njerëzit që të kthehen tek Zoti. Dhe një herë kur u trondit Medinja, tha, o ju banorët e Medinës, edhe në herë nëse ndodh, edhe një herë nëse ndodh tërmet, unë do largohem nga Medinja dhe ju rrini, pra shikoni se çfarë po bëni, cilat janë gjunat dhe gabimet që po bëni. Prandaj thot Imam Ibn Taymija, fatkeqësitë janë prej shenjave të cilat Allahu i zgjon zemrat e fjetura të njerëzve dhe i kthen ata drejt pendimit. Pra toka dridhet nën këmbët tona. Kuptojmë se siguria e vërtet nuk është tek fuqia jonë, por tek Zoti subhanahu wa taala. Nga ushtritë e Zotit është frika. Frika, paniku që i kap shumë njerëz, ose frika nga fenomenet ndryshme që i godasin njerëzit. Prandaj Allahu azza wa jall kur e përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Kur'anin Kerim dhe trimërinë e tij dhe fuqinë që i ka dhënë Zoti, thotë se nulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba, do të hedhim në zemrat e tyre që mohuan frikë, thotë Allahu azza wa jall. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thoshte, idh yuha rabbuka ila al-malaikati, në falë në ajetin tjetër thot, idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Dhe kur Zoti yt ju shpalli me lajkeve, unë jam me ju, prandaj forcojeni besimtarët. Forcojeni besimtarët. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nusirtu birru'bi masiratu shahrin, jam ndihmuar me frikë kundër armiqve të fesë time me 1 muaj largësi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo ka qenë dikur kur kishte burra, sot që ka burra nuk na ka frikë njëri me dhe Zotin subhanahu wa taala.
Prandaj Omeri radiallahu ta'ala thu, ne ishim njerëz të dobët, por na forcoi Allahu me islamin. Nga ushtritë e Zotit të vëllezër është gjumi. Ai gjumi që ty t'je prehati. Përpiqen njerëzit të mbijetojnë në gjumit, por ja që gjumi e mbush njeriu, e lodh njeriu, e mund njeriu arrogant. Qoftë i pasur, qoftë i varfër, qoftë me pushtet, qoftë pa pushtet, qoftë me dije, qoftë pa dije, në momentin që njeriu i vjen gjumi dhe e kputet ai lodhet. Pra ja ky është njeriu arrogant dhe kryenec, që e mund gjumi i tij. Dhe prandaj kur flet gjumë, kush i ka shpirtet e njerëzve në dorë përveç Allahut azza wa jall? Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar, wa ibtigha'ukum min fadlihi, inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yasma'un." Dhe nga argumentet e Zotit dhe shenjat e tij është gjumi juaj ditën dhe natën, dhe kërkimi juaj i mirësisë tij, me të vërtetë në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë, thot Allahu subhanahu wa taala, thot në surën tjetër: "Wa ja'alna nawmakum subata", dhe e bëm gjumin tuaj pra pushim pra për ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur ndonjëri për jush të shtrihet për të fjetur, shejtani lidh tre nyje. Nëse i përmend Allahun, merr abdes dhe falet, i zgjidhen pra të gjitha nyjet dhe zgjohet i gëzuar dhe i gjallë. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu thoshte se gjumi është nga shenjat e Allahut që tregon dobësinë e njeriut dhe nevojën e tij për krijuesin subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot Ibn Qayyim, gjumi është një pushim i trupit dhe një kujtesë për robin se ai është krijesë e dobët e Allahut dhe ka nevojë për Zotin e tij. Nga ushtritë e Zotit janë dhe zogjt. Dhe ju e dini se sa popull i ka ndryshkuar Allahu nëpërmjet zogjve dhe fenomeneve të ndryshme. Thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi s-samawati wal-ard, wat-tayru s-safatin, kullun qad alima salatahu wa tasbihah." A nuk e sheh se Allahun e madhrojnë shka mes qiellit dhe tokës? Si dhe zojt me krah hapur e madhrojnë Zotin e tyre, se cili e di lutjen dhe madhërimin e vet pra në gjuhën e tyre. Prandaj ju e dini historinë e Sulejmanit kur tha: "Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud." Dhe ai kontrolloi zogj dhe tha: "Pse nuk po e shoh pra pupzën hudhudin, pra zogun që i jep të lajmet?" Vëllezër dhe motra, ju e dini që Allahu azza wa jall e ndëshkoi popullin e elefantit me zogj që lçonin gur mbi kokat e tyre. Prandaj mos i nevlerëso krijesat e Allahut subhanahu wa taala dhe duhet të jesh njëri për ulur ndaj Zotit. E 12-ta edhe insektet janë ato të cilat çfarë janë prej ushtrive të Allahut azza wa jall. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahu nuk turpërohet që t'u sjellë ju si shembull një mushkonj ose diçka më të vogël se ajo. Dhe ju e dini që në popullin e Musait Allahu i çoi ushtritë e karkalecëve që hanin trupat e tyre dhe shkatronin të mbjellat e tyre. Prandaj kush mund t'i largojë ato përveç Zotit subhanahu wa taala? Ju e dini dhe milingona që i dha mësim Sulejmanit: "Fa qala namlatun ya ayyuha an-namlu dukhulu masakinakum." Tha një milingon: "O milingona, hyni në banimet tuaja, se po vjen Sulejmani dhe ushtrinë e tij dhe mos t'ju shkeli." Pra e dëgjoi Sulejmani dhe këtë madhroi Zotin shenjë falënderimi për mirësitë që i ka dhënë Zoti xhella xhelaluhu. Prandaj thot pra Ibn Taymija rahimahullahu taala, çdo krijesë e Allahut ka urtësi në ekzistencën e saj. Edhe nëse mendja jon nuk e kupton gjë të tillë, prej krijesave të Allahut dhe ushtrive të tij të forta është smundja e Allahut. Smundja i mposh njerëzit, smundja i mposh gjallësat, smundja prish dhe bimët, prish edhe ajrin. Ma asaba min musibetin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Asnjë fatkeqësi nuk ndodh vetëm me lejen e Allahut azza wa jall, e kush beson në Allahun, ai udhëzon zemrën, thot Zoti xhela xhelal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot nuk ka ose nuk e godet muslimanin ndonjë lodhje apo smundje apo pikëllim apo dëm apo breng, madje edhe gjembi që shpon hyn në këmbë, vetëm se Allahu azza wa jall i fshin atij me të mëkatet e tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh thosh një udhkuru hadhi min ladhati, kujtojeni atë pra atë që ju a prish shihen në dynjas vdekjen, sepse edhe ajo pra është prej ushtrive të Allahut azza wa jall. Prandaj Ibn Abbas i thot fatkeqësit që i godasin besimtarët janë mëshirë për ta, sepse ata kthehen tek Zoti subhanahu wa taala. E 14-ta koha me cilën njerëzit lavdërohen, mburren apo mendojnë se zotrojnë atë, kurse Zoti thot kundër në Kur'anin Kerim: "Wal asri innal insana lafi khusrin." Pasha kohën
Me të vërtet njerëzit janë humbje, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Dy mirësi kanë humbur dhe janë mashtruar shumica e njerëzve, shëndeti edhe koha e lirë. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që mos ta shpërdorijmë atë. Ibn Mesudi thot, unë nuk jam penduar pa asgjë më shumë se sa për një ditë që kaloi nga jeta ime dhe nuk i shtova veprat e mira, pra nuk e shfryzova kohën. Hasan al-Basri thot, o biri i Ademit, ti nuk je vetëm se disa ditë. Çfarë është njeriu? Disa ditë, disa muaj, disa vite. Kalon një pjesë e jote, pra dhe ti nuk kthehesh më. Nga ushtritë e Zotit subhanahu wa taala, al-maut, vdekja. Të gjithë të mirët këshin, mbretër, sultanën, diktator, kolonialist, besimtar, jo besimtar, do t'i kapi vdekja e gjeli Allahut azza wa jall. Prandaj thot, kullu nefsin dha'iqatil maut, çdo njeri do ta përjeftoj vdekjen, edhe pse ka shumë prej njerëzve që ja rratisen, e injorojnë, e mohojnë, përpiqen të dredhojnë, kurse Zoti thot në Kur'anin Kerim, Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Kudo që t'jeni, vdekja do t'ju arrijë, edhe sikur të ishit në kulla apo kështjella të fortifikuara. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Me të vërtetë vdekja që ju përpiqeni t'ja rrathiseni do t'ju ndjek nga pas dhe do t'ju kap kudo që t'jeni, dhe pastaj do të ktheheni tek Zoti juaj dhe ju lajmëron për çdo gjë që ju keni punuar. Prandaj e thot Omeri radiallahu ta'ala anha, llogariteni veten tuaj para se të llogariteni, e siç të thoshte pejgamberi, përkujtojeni vdekjen sepse ajo ju aprish kënaqësitë e kësaj bote. Dhe e fundit o vëllezër, nga ushtritë e Allahut azza wa jall janë po ashtu pra besimtarët. Besimtarët janë ushtritë e Zotit sepse ata ndihmojnë të vërtetën, urdhojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Prandaj Zoti thot në Kur'anin Kerim, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla." Vërtet Allahu ju ndihmoi juve në luftën e Bedrit, edhe pse ju ishit pak dhe të dobët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Yadullahi ma'al jamaa." Mëshira dhe rahmeti i Zotit është me xhamatin, me unitetin, me besimtarët, me njëri tjetrin, me unifikimin dhe jo me përçarjen. Thot pra Ibn Taymija rahimahullah, besimtarët janë prej ushtrive të Zotit. Kur ata zbatojnë urdhrin e tij dhe ndihmojnë të vërtetën, prandaj lutim Allahun azza wa jall na bëj prej tyre që ndihmojnë të vërtetën. E lutim Allahun azza wa jall na bëj prej tyre që ndihmojnë të vërtetën. E lutim Zotin zbresim ne rahmetin e tij. E lutim Allahun na i falë gjunahet tona. E lutim Allahun na forcojë në fen ton. E lutim Allahun na zbukurojë imanin me Kur'anin e tij, me sunetin dhe dritën e pejgamberit të tij. E lutim Allahun ta ndihmojë vendin ton. E lutim Allahun ta ndihmojë popullin ton. E lutim Allahun ta ndihmojë popullin ton. E lutim Allahun ta ndihmojë vëllezërit e motrat tona kudo që ndodhen. E lutim Allahun të ndihmojë vëllezërit e motrat tona kudo që ndodhen. O Zot, ndihmoj robët e tu në Palestinë. O Zot, ndihmoj robët e tu në Palestinë, në Sudan, në Yemen, kudo që janë njerëzit e hallaxhit ya Rabbel Alamin. O Zot, shlyj borxhet e fukarave. O Zot, shëroj të smurët tan. 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 O Zot, udhëzoj të gjallit tan ya Rabbel Alamin. O Zot, ti udhëzon atë që do dhe hum atë që do. Ti ngre dhe lartëson atë që do dhe poshtron dhe zhduk atë që do. O Zot, na mbajmi tokën tënde me imanin plot dhe zemrën plot ya Rabbel Alamin. O Allah, ne jemi të pafuqishëm, prandaj ti ke thënë Kur'anin Kerim, "Eleysa Allahu bikafin 'abda", a nuk më mjafton Allahu robi i tij? Prandaj o Zot, ente kafi, ti je që na mjafton, ente shafi, ti je shëruesi, ente muafi, ti je mbrojtësi, ti je mirëbërësi dhe na zbrit me neve rahmetin e tij. Vëllezër dhe motra, lutim Allahun të i falë gjunat dhe gabimet, na forcojnë fenë e tij.